Edhe këtë të martë, kryeministri Edi Rama nisi ditën me një mesazh të drejtë për shqiptarët që jetojnë në Greqi, duke i bërë thirrje që të marrin pjesë në votimet e 11 majit. Sipas të dhënave, Greqia përfaqëson 27.8% të regjistruarve në diasporë, por ka pjesëmarrjen më të ulët në procesin zgjedhor me vetëm 9.6%. Rama u ndal në këtë kontrast duke i ftuar bashkëdhetarët të mos e neglizhojnë votën. Pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompani e madhe globale DLL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 90% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Ai theksoi se çdo vot për Partinë Socialiste është një vot për përkatësinë europiane të Shqipërisë dhe për avancimin drejt mbylljes së negociatave. Me vendimin e 11 majit, me fuqinë e 11 majit, me mbylljen e negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian, ne nuk do të jemi më thjesht europian me zakon, por dhe europian me ligj. Nuk do të jemi më europian të huaj për Europën, por do të jemi europian të barabartë në Europë. Në mesazhin e tij, kryeministri adresoi dhe kritikët dhe ata që janë të pavendosur, duke i ftuar të mos bien pre negativitetit. Po, patjetër, edhe ty të bëj thirrje që mos votosh Nila, me që e ke mendjen në kënet dhe me që nuk ke asnjë, me sa duket, asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua dhe për Partinë Socialiste dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Pak më mos shko dhe lidhesh në kënet. Në një tjetër komunikim në rrjetet sociale, Ramandau dhe disa nga përgatitjet që po bëhen në sheshin Skënderbej, ku me 16 maj do të bëhet samiti i Komunitetit Politik Evropian. Nga sheshi Skënderbej nën hijen e vet atij, profetit historisë son kombëtare, Gjergj Kastriotit, ku do të kalojnë të gjithë udhëheqësit e Europës në datën 16 maj dhe këtu po bëhet edhe shtëpia e Europës me vizatimet e fëmijëve të gjitha qyteteve të Shqipërisë. Në këtë samit pritet të marrin pjesë rreth 50 lider evropian, ku do të theksohet roli i Shqipërisë si një partner strategjik për stabilitetin rajonal dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri nënvizoi se pjesëmarrja e lartë në zgjedhje përfshirë edhe diasporën do të shërbejë një mesazh të qartë për Europën, për vullnetin e shqiptarëve për të qenë pjesë e familjes europiane.